Në territorin e qarkut të Shkodrës janë regjistruar disa problematika kryesore si pasojë e motit të keq. Në bashkinë Shkodër është evidentuar shëmbja e rrugës në aksin Ura e Shtrenjtë Prekal, në vendin e quajtur Shkallë Logje. Ky aks është bllokuar për të shmangur rrezikun dhe po punohet për vlerësimin e dëmit dhe normalizimin e qarkullimit. Po ashtu rreshet e shiut dhe dëbora kanë krijuar vështirësi në qarkullim. Në bashkinë Malësi e Madhe rreshet e borës kanë krijuar ngrica në aksin Tamar-Vermosh, ku janë angazhuar 3 borë pastruese për kriposje dhe mirëmbajtje. Në bashkinë Fusharës ka pasur rënje gurësh dhe dherash në rrugët rurale, por akset janë të kalueshme dhe qarkullimi ka vijuar pa probleme. Në bashkinë Puk, rreshet e borës dhe era e fortë kanë krijuar kushte të vështira, por momentalisht nuk ka pasur problematika të tjera. Drejtoria Rajonale e Ujësjelljes Kanalizimeve në Lezhë bën me dije se rreshet e shiut kanë arritur rreth 85 mm gjatë 24 orëve të fundit, por nivelet e lumenjve janë nën kuotat e rrezikut për përmbytje.